Duke filluar nga e premtja e 10 prillit, qytetarët shqiptar që udhëtojnë drejt Bashkimit Evropian do të përballen me një sistem të ri kontrolli kufitar. Sistemi i rrjedaljeve zëvendëson vulosjen e pasaportave me regjistrim elektronik dhe të dhëna biometrike. Në një intervistë për Ora News, avokatja Elona Berki shpjegon se çdo udhëtar do të regjistrojë të dhënat e pasaportës, imazhin e fytyrës dhe shenjat e gishtave. Kjo mënyrë nuk do të jetë më manuale, tradicionale, siç ka qenë deri më sot, por do bëhet e domosdoshme dhe detyrueshme deklarimi i të gjitha shenjave biometrike në kufi. Deri në këtë moment, kjo praktik është zhvilluar nëpër pika aeroportuale, por do të bëhet tashmë e detyrueshme dhe në pika toksore dhe në pika portuale. Avokatja thotë se procesi do të kryhet në pikat kufitare, ndërsa do të ketë edhe ndihmë nga personeli në rastet kur nevojitet. Regjistrimi do bëhet vetë nga individi në momentin e kalimit në kufi, por gjithsesi ata që nuk kanë dieni apo nuk kanë mundësi do jetë një person që do ndihmojë në implementimin e kësaj procedure. Sipas avokatës, qëllimi i këtij sistemi është rritja e sigurisë. Synimi është që të hiqen në një të ardhme pikat kufitare njerëzore dhe kontrolli tradicional manual dhe të bëhet çdo gjë e automatizuar. Berki bën të ditur se sistemi i aplikohet vetëm në kufit e jashtëm tek zona Schengen, ndërsa rregulli i qëndrimit për qytetarët shqiptar 90 ditë brenda 180 ditëve vijon që të mbetet në fuqi. Udhëtarëve u rekomandohet që të paraqiten më herët për të shmangur radhët dhe vonesat në ditët e para të zbatimit.